Përshëndetje miq, po e vazhdoj edhe me një video analizimin e situatës midis Izraelit dhe Iranit. Megjithatë, këto dua ta zgjeroj pak, ta quaj kështu domenin e shpjegimit të gjërave të cilat ndërlidhen sidomos me Iranin. Për ta pa më mirë rrezikun që është duke ju kanosur jo vetëm lindjes e mesme, por kësaj radhe me hesab gjithë botës. Kejt në kundërshtim me këtë hyrje që e bëna, mu qu njeri sot edhe me i lexue rregullisht ama artikujt, opinionet, me i dëgjue debatet që zhvillohen në vendet e gjirit persik, mbesoni të bojnë me ta gërdit edhe gazetarin, edhe televizionin, edhe analistat, edhe qeverit e atyre vendeve, e mos të them ato vende në përgjithësi. Një përpjekje e poshtër, e ullët, e neveritshme për t'i mashtruar qytetarët e tyre se kinse qeverit, mbretërit, ato vende janë përcaktue për paqë definitive, se kanë qëndrime neutrale, se kinse janë të mbajt stabilitetin atje, bile, me i kshyrë sidomos të Arabi Saudite, vazhdimisht bjen vesh e në sy, ajo që e përmendin si përpjekje gjigante e familjes mbretërore saude, se është duke e bërë të pamundërën me u qetësue situata, se ka bë çmos për të afrue me Iranin, se kanë nënshkrue marrëveshje paqeje me Iranin me ndërmjetësimin e Pekinit zyrtar, vetëm për të ruajtur paqja dhe stabiliteti në rajon. Në një kohë kur raketat hipersonike, balistike, e supersonike, aeroplanet luftarak fluturojnë si në bashkët babas mbi qiellin e këtyre shteteve, këto shtete së bashku me Jordanin, po Jordania fare nuk çudit mua se njifët se çka është Jordania, si është kriju Jordania, për çka është kriju Jordania. Pra, përderisa aeroplanet e raketat fluturojnë mbi këto vende shkruajnë e flasin për televizione se na jemi për paqë, se na kemi kontribu kështu e ashtu. Imagjinoni në çfarë niveli e kanë zbrit veten këto qeveri dhe si mashtrojnë popullin, dhe ma çuditshëm se kaq si këta popull dikur që ishin gur e civilizimit islam të bien këtë deregje e të mashtrohen kaq let nga ato deklarata mashtruse të politikanëve të tyre, e të analistëve, e të hoxhallarëve, të cilët bile shujbe vlla, bile jep na i shaj se je i detyruar me e thonë ato, e mos e ly atë poshtërsi me ngjyrë fetare, islame e kishe diplomatike e strategjike. Çuditshëm si kjo, edhe tek ne janë disa, me sa po shihet se nuk janë pak, të cilët po dalin me deklarata, me shkrime, natyrisht në për rrjete sociale, herë në për xhami, e shumë herë në për ndaja me njerëz dhe muridat e tyre, të cilët në kohën kur po kallet alemi dynjaja, kur po fluturojnë raketat gjithandej, kur është në pritje fillimi i një lufte bërthamore e atomike, lirisht thuaj luftë botnore, këta njerëz, këta uleman thojza, neve na flasin, aq më keq na për xhamia, për ardhjen e Dejxhallit, na flasin për Horasanin, se parka Dejxhalli po u paraqit kanë Horasan, se po i prika një 70.000 për para, një 7.000, se kanë me u bo kaq, se këndej e andej, do me thonë shpjegime
me ngjyra islame me e paraqit se sinqerisht edhe seriozisht edhe qëllimisht me paraqit islamin në mënyrën më të shëmtuar që mund të paraqitet. Karikature ka bo islamin. Në këtë kohë kur bohet luft, po bile shuj nëse nuk di, o vllavi jam, mos qitë fetfaja ti për Horasana e për Dejjalla e për lopën e kuqe, mos u bë majzi se konspiracionistat e shëmtuar dhe të neveritshëm, sepse s'ka hije tyje, o kolegi ime, o ti që thirrësh në profesionin e hoxhës, iki këtyre deklaratave. Dhe siç më kanë mahnit për sa keqe popujt e vendeve arabe, 3 herë mazi më çudisin shqiptarët e mi. Kur nuk e pasna dit se janë në këtë nivel, që sa të mashtrohen kaq let, e ti besojnë këtyre palavrave kaq let, e këtyre shpjegimeve. A di vetë shqibje kjo punë. Sikur njeriu i shtrirë në shtrat, në shtratin e vdekjes, e ti më ullë aty edhe me kallëzu për hadithet e pejgamberit se si me dua e me lutje i ka shërua njerëzit nga kafshimi i gjartnit. E rifi të dek në shtrat pe i kancerit, ti me umarën me Horasana e Dejjalla e me kallëzue aty për lopt kuqe e të zeza e laramane e të ngjashme. Andaj po them, nuk e kisha pas ditune, nuk kam mujt me besu kur se na jemi në këtë gjendje. Një pjesë e jona, të them ma njërë modeste. Kum kujtu se jemi popull ma i pjekun, që nuk i akseptojmë kaq let këto gjana. Më besoni, vallahi, por i befasum jam. Çka është të ndodhë në lindjet mesme dhe çka pritet të ndodhë në lindjen e mesme? Është të ndodhë një tragjedi e vërtet dhe pritet të ndodhë një e ma shumë tragjedi edhe shumë më të mëdha. A mund të besoni se edhe vetë Trump, Donald Trump nuk o të e ditë se çka me bo e çka me thonë? Edhe besoni, ja? Jo pse unë nuk e kuptoj gjuhën e një presidenti, apo pse dua ta arsyetoj gjuhën, vokabularin e një presidenti se është i meqëm aq sa të ndryshoj fjalet në bazë të interesave dhe momenteve të caktuara. I diun e këto, e di këtë gjuhë kur e fol dikush kështu, dhe kur e fol dhe pse e fol. Por të rasti konkret, më besoni, as vetë Donald Trump nuk o të ditë cilën fjalë me e thonë të fundit. I ndryshon fjalë për çdo ditë, bile brenda ditës i ndryshon fjalët ore qast, një herë thot se do të arrëzojmë regjimin, një herë thot se nuk do të prekim regjimin, duam vetëm të parandalojmë prodhimin e armëve bërthamore të Iranit, pastaj thot se në çdo qast mund të futemi në luft, pastaj thot se nuk do të futemi në luft, pastaj thot se Izraeli mirë është u bo, pastaj e livdon Iranin se bajagi është u qëndrue, pastaj bën hajgare me Iranian, thot e pata njetë me hymë bisedime me ta, po s'ka me të kush i gjallë për me bisedu për armë bërthamore, pastaj thot se nuk do të lejojmë me imbajt armët bërthamore në një gjendje të këtil sa lirisht mund të them Netanyahu dhe mëndësia e ti, ajo rryme e ti, ajo fryme e ti, aq thell e ka shti sherrin, edhe aq sherr të madh ka përhap lindjet mesme edhe në botë sa bota u bohe tërllabuq. Edhe Trump nuk o të ditën se çka me thonën. Izraeli, po dimi ma, po e shohmi ma, nuk ka nevoj me shpjegu e tepër, as të kalumën e ti, as të tanishmen, pe dimi se çka mund të ndodh, ose jo çka mund të ndodh, po se a do të mundet ma ky popull, ky Izrael me regullu imazhin e vetë, këto me e ka kuptu e krejt bota.
du me ulshuen këtë tema atje, se dhe ashtu nuk po duhe me e zgjat tepër e me ju lodh juve. Një du me analizue. Këto ndryshime në fjalë dhe në qëndrimet e Donald Trump qesin në pa një të vërtet të madhe në raport me Iranin. Edhe nëse është e vërtet se një numër i konsiderushëm, i vogël a i madh, i iranianve, janë kundër regjimit të tyre, edhe nëse opozita po përgatitej për ta përmbysur regjimin dhe të vije në pushtet familja e Pahlavit, natyrisht e ndihmuar, e mbështetur dhe e trajnuar në detajet më të vogla nga Izraeli e natyrisht edhe nga Amerika, edhe nëse jemi të e pa se ka njerëz të cilët nuk kënaqen me gjendjen që po ndodh në Teheran, të ikë njerëzit si qartun herandej e herëkëndej, dhe kjo ka të bëjë vetëm me Tibrizin dhe me Iranin, e spjegojmë pak me Teheranin, e spjegojmë pak ma vonë. Megjithatë, ajo që dihet sikur një edhe një që bojnë dy, se asnjë iranian, bash asnjë, nuk është duke e parë si të mirë dhe të pranueshme këtë që po e bën sot Izraeli dhe Shëbaja. Të gjithë, ama të gjithë, pa asnjë përjashtim, janë kundër Izraelit dhe Shëbave. Mollahët e popullit e të pasurit, e të varfërit, e akademikët, e të arsimuarit, e qytetarit, e rëndëmt, e fshatarët, të gjithë janë kundër kësaj që është të bohe Izraeli. Ndoshta paska shqen një hajër për iranianet me i qelë sët edhe me i bohe 4. Populli i Iranit sot po e sheh dhe po e shprehin vazhdimisht si tradhti kombëtare bashkëpunimin me forcat e huaja e sidomos me Izraelin për të rrëzuar Iranin. Po e konsiderojnë tradhti kombëtare. Ta dini dhe të jeni të sigurt, jo që po më ndëgjoni tash, se nga Irani nuk është të ikë dhe nuk ka ikë asnjë njeri i gjallë. Përkundërzi, është bërë kallabllak i madh. Me kilometra të tërë autobusat e makinat janë në rand të prit nga Turqia për me hy në Iran. Tu e ditë se mbi kokat e tyne kanë me fishkolluar raketat e aeroplanet. Megjithatë, siç edhe pi dëgjojmë na për intervista kur po i marrin kufi aty, po dojmë me shkue me i ndihmue të tanët, me i varros të vrarët tanë, po dojmë me shku me jetu në vendin ton, e ka edhe nga disa prej tyre që thonë se po dojmë me shkue me liftu edhe me mbrojten vendin ton. Një popull vërtet stoik, por këti stoicizme të tyre une e arsyetoj, edhe dokumentoj edhe me një fakt tjetër, përveç historisë e persiane. A dini ju se që 46 vjet iranianët janë në një embargo të egër. Populli është përgatitur për momentet e vështira. Zati gjendjet situatat e vështira krijojnë njerëz të mëdhaj, jo kur jeti i shtrim krevat, jo kur jenë bollak, jo kur nuk të mungon asgjë. S'dalin aty kuadro e njerëz të mëdhaj. Liderët të mëdhaj, popujt e fortë, të fuqishëm, të mëdhaj në vlera, edhe nëse jo në numër, e tregojnë veten në momente të rënda dhe të këtilla. Pra, iranianët jetojnë në këtë embargo të egër, edhe atje, mos me pasqenë prodhimet vendore. Tash po ju flas si njeri edhe që kam thënë, e një Iranin cepum cep. Mos me pasqenë prodhimet vendore. Në Iran sot s'kishe pas as ilaçe, e as ilaçet nuk do të lejonin të hynin aty. Njëjt kështu do të dukej Irani si kur Iraku i kohës së Saddam Huseinit, ku mbi 140 litra naft e blejken i paracetamol. Se e bënën embargo edhe në ilaçe, kënë të e myt edhe të e qartë popullin e Irakut, vetëm me rzu Saddamin, njeri të cilin
Vete kanë sjellë në pushtet aty, vete kanë mbështeten dhe vete kanë pru situatën atje të ndihmuar nga vendet arabe të gjirit persik të pasura me naftë. Irani është i vetmi shtet në atë pjesë të botës që prodhon të gjitha gjërat për nevojat e tyre ditore. Nga ushqime, veshmbathja, plastika, çka i dohen një njeriu, një shoqërie në përditshmëritë e tyre. Mund t'i afrohet në këtë segment vetëm Turqia apo mund të kaloj. Irani dhe Turqia janë në këtë nivel të prodhimit vendor. Kur hy sot ti në supermarketet e Iranit, tazami i kje 10.000 artikuj në një supermarket të madh, e them me bindjen më të madhe, 9.990 prej tyre janë prodhime vendore. Bile shumë të atyre shka janë për jashtit i bin për ata shka kanë pare diçka si Malux, Nestle, Sene, diçka shka janë marka, brand botnor. Për ndryshe, Irani i ka krejt sene të cilat i dohen një populli dhe një shteti. Po e përshkruaj realitetin e Iranit. Në Iran është evidente një vetëdije kësaj. Sot, po thojnë, ne kemi probleme me regjimin. Ne nuk po e dojmë regjimin. Ne po e kena me ndrua regjimin. Ne nuk po dojmë ma me jetue në regjimin islamik, si që është evident tash prej vitit 1979. Por ne po dojmë me ndru vetë, sepse jemi popull mjaft i arsimum të quj me vetëdije nacionale e shtatnore e kombëtare sa të arzojmë vetë. Ne nuk e dojmë ndihmën e Amerikës e as më pak të Izraelit për të na ndryshua neve regjimin tonë. Pra, është një blokad, një blok i tërësishëm i të gjithve kundër ndërhyrjes izraelite dhe amerikane. Duhet me thonë edhe këto, se me gjithë korrupsionin të ligat, të regjim pej 79-ës, 45-6 vjetë, çka s'ndodh aty, të na për shembull 4 vjetë e pat kjo qeverin, u pa që vish kishin nis fitilat aty, tajnive të korrupsionit të sene. Në 4 vjetë e dyta ato zgjenohen, në 4 vjetë e treta ato veç lëshojnë marranje dhe fillojnë me undertue. Çështo është në krejt botë, për këtë arsye nuk bën një regjiment me nejt fort gjatë në pushtet. Në Iran, po është gjatë ky pushtet. Megjithatë regjimi është shumë i fortë. Po flas në kuptim të rezistencës për të rrëzuar atë. Ka pas disa përpjekje për me e rrëzue Ayatollah Khamenei edhe regjimin e tanishëm, por të gjitha kanë dështuar. Ka pas ndërhyrje pe jashtit, pe cies e Mossadit e pe vendeve të tjera, pe arabëve sene, por nuk kanë arrit. Pra, regjimi ka lëshue aq rranj, aq shumë dhe aq thellë rranj të poshtë sa vështirë është me e lëkundër. Isha të na, për shembull, teksa po flas, po du me bo një ndërhyrje këto. Në një nga videot e kalume, fola për të bamet, për mangësit, për të ligat, për korrupsionin e Iranit brenda, dhe puna ka deri aty sa qatë që jom jenë shloh politikante, komandantet, sa ju kanë hije 200 aeroplane i kanë bombardue edhe ata të fjet. Dhe nesret po e boj një status dhe po them se Irani, me sa po shihet, do me i qit problem Amerikës e lindjes mesme. Dhe Netanyahu e ka bë gabimin e jetës, njëjtë sikur Izraeli në tërsi, që e ka sulmuar një shtet, një popull me tradit jo shekullore, po mileniume. Persianët e vjetër. Gjysa e botës u kom Persi. Jo ky Irani tanishëm. Deri te Kina atje e deri te kufit e Shqipërisë tanishme. Deri te Selaniki ka, deri në Ballkan, u kon krejt Persi. Edhe Turqia tanishme, edhe gjysa e vendeve arabe, edhe krejt u konën Persi. Ky popull në ta
në gjenin e tij janë mbjellën, është ajo epigenetika. Epigenetika, këshirni çka është epigenetika. Ajo ndjenja, ajo parandjenja, ajo metandjenja që është në qenjen e njeriut, në psiqikën e njeriut, në genetikën e njeriut, e cila e shtyn ka një drejtim i caktuar dhe ndërhy në ndryshimin e ecjes nga një drejtim i caktuar. Epigenetika të kombet e vjetra, të kombet e lash, të kombet që kanë histori, vepron shumë vetëdia, atë që po e quajmë ne sot vetëdije nacionale. Pra, e shpjegova këtë, tani thash këto, e pse pi ndryshon fjalët, pisha edhe komentet e sene. O jo miq të dashur, a dhe prej meje po doni me dëgju atë shka e dëgjoni kum thanë, para 5 vjetë e kum thonë dhe se ndryshoj. Unë jam teri des me PDK-n. Unë jam veç me LDK-n, Roft Albini, Roft Hashimi, teri des. O vla, unë vish pejgamberin e kom kështu. Unë vish për hadithet e pejgamberit flas me kujdes dhe në ajetet e Kur'anit nuk kom kur far dyshime. Jo më rëbur, po një njeri cili pretendon të jetë intelektual, të jetë një njeri objektiv, aq më shumë kur unë po i trajtoj problemet në marrëdhënie ndërkombëtare, mos pritni prej meje që unë ato shka e thon para 2 vjetë që me thonë sot. Jo që i ndryshoj fjalë, po bohen analizat të rrethonave që po krijohen, o zotni. Ikni mentalitetit që të mashtroheni dhe të bini në kurthën militante të njerëzve, të cilët ju mbajnë dhe ju tërheqin për hune. Unë nuk ndryshojnë nga ky qëndrim. Ti mbaje qëndrimin, po mbaje me bindjen tane. Jo vetë se ke thonë para 10 vjetë, apo mos thojnë halkit se ku ndryshua. Normale be nuk është kjo, hej. Kjo nuk është as njerëzore, as intelektuale, nuk është as islame kjo. Vlerësimi i gjanave dohet. Prandaj, edhe tani kur po e shpjegoj këtë temë une, natyrisht se do dëgjoni gjana të cilat nuk janë bardhë, apo nuk janë vetëm ze. Irani do me i shkaktue probleme të mëdha botës. Irani është popull esil, që thuhet në gjuhën arabe. Popull me tradit, me raj të thella. Irani i ka dhënën islamit ma shumë se çdo popull tjetër pjesë e umetit islam. Irani ka qenën edhe para ardhjes së islamit perandëri dhe ka pas akademi e universitete, jo në këtë kuptimin teknik të saqme, po ka qenë gur e njohurive të atëhershme edhe para Greqisë së vjetër. Meq, Irani krahasohet me Mesopotamianët, me kinezët e vjetër, me hindusët e vjetër, i takon asaj bote ku ne ndoshta hala, se di, Irani është Iran, dhe ky Iran tash po shihet, nga vetë ndryshimi i fjalëve të Donald Trump po shihet se nuk është lehtë dhe nuk po s'ka bo mirë që e ka lejuar Netanyahun ta sulmoj Iranin. Një shtet me 100 milion banor, afër 100 milion banor. Një shtet i cili është përfaqësues i shiizmit midis 200 e 300 milion shiitëve. Donald Trump është i mat këto llafe dhe këto punë dhe vendimet të cilat do t'i merr ashtu i matën në kantar të dukatit, sepse e di se çfarë rreziku mund ta pret. Ju ka rënë vesh miq deklaratat e vazhdueshme të përsëritura të Trump, jo vetëm për këtë atë, po edhe ka me vra, do të vritet Hamenei, nuk do të vritet, do të lihet edhe një javë, nuk kemi punë me te sen. Edhe në fund e ka pa edhe për para, po ja kanë nu në vesh ma shumë, e kanë cokat në vesh ma shumë, se lideri fetar shpirtnor i shiitëve, Ali Hamenei, lideri i revolucionit edhe shtetnor të Iranit, nuk është lider vetëm i shiitëve,
që janë brenda Iranit, por është lider fetar dhe shpirtnor edhe i shitëve të shpërndar në lindjen e mesme, edhe gjithandej në botë dhe numri i tyre do të cilë që aty 200, 250, 300 milion shetë në botë. Luhet me shifra, por e di se 100% do të me qenën diçka mbi 250 milion shetë. Pra, vrasja e liderit të 250 milion njerëzve të shpërndar në gjithë botën, bas edhe në Evropë, edhe në Amerikë, edhe në Britani, edhe në Kinë, mund të shkaktoj probleme serioze. Netanyahu, po mendoj Trump, është të e matë njerëzit CIA dhe të shërbimeve të tjera, mbas edhe izraelite, janë të e konsultu mirë dhe të e dëgju e të e këshilu. Tani se kemi të bëjmë me një lider që është i ka përmas 250 milion pasues. Prej 250 dhe sigurisht 200 militanta. Shetet janë të kapur shumë për imamin. Imameti, udhëheci, fetar dhe politik të shetet, është edhe pjesë e imanit. Na i kemi 6 të sunnitet. Shetet e kanë edhe besimin në imamet. Në imam e kam shpjeguar, kam folë për sufizmin. Shetet imamin e konsiderojnë njeri i cili, si kur të pejgambere që është ajo fryma e profetësis, tek imamet shet është fryma që është trashëgohet në mënyrë metafizike të udhëhecit e tyre, thjesht është i shenjtë dhe ti po e pret në shejtnin tane, mos i këshirni sunnitet, arabët, bash arabët. Jo Kutsi është vija e kuqe, jo Qabi është vija e kuqe, jo kënej, jo kë, ajo Shakira shkoj ju kënej në Riyadh, gjys lakuriq. Iranianet dhe shetet janë krejtësisht tjetër nga ajo. Andaj unë her dhe në mënyrë të përmbajtër, duke i njoft, duke e studiu atë pjesë të botës, duke i njoft këtë rrethana, her kam kundërshtuar, i përmbajtër, kundër atyre të cilët të tillëve që sot në kohë lufte më flasin mu për Dejjalin, për i Harasanit, apo i Shamit, apo i Kutsit, apo i Amerikës, apo i Prishtinës, apo i... Qysh mi bajt let këta njerëz o borë. Edhe ti po e shese, i ka 500 gjema që i ngojnë. I ka 10.000 followersa në Facebook. E pa shpjegushme, e pa shpjegushme. Vrasja e Hamneit, të cilën ky djali Donald Trump, s'pevrajmë, kështu për e lam edhe një javë, mund të ngrit në këmbë shetet e lindjes mesme, ti përmbysë regjimet e vendeve të lindjes e mesme të cilat janë mirë me Ameriken, sepse atje ka me qindra minja, me miliona shetë, ki edhe në Saudi, ki edhe në Bahrein, ki edhe në Emirate, ki edhe në Egjipt, ki edhe në Siri, ki në Liban, ki në Libi, në kej venet arabe ka shetë. Dhe ti po i ngacmon këta njerëz dhe po shkakton hipotetikisht, na po analizojmë, na nuk po japëm prognoza një dhe një bojnë 2. Jo, nësë po bojnë matematike këto, po mund të shkaktojnë një revolt të madhe për ngritjen e shetëve në kam. Kjo, nëse ndodh, do të vinte në rrezik sidomos Izraelin. Sepse tani e tutje do të ballafaqohet me krejt shetet e lindjes së mesme të cilet e zën krenari, e ke pas që rrehin vetin me zinxhir, kej gjakosën. Jo mund të shihni si të çmendra që këshire na sunnitet se bojmë, e ata e bojnë kush. Kejt njëjtë është, se cili fe, se cili mezheb i ka të kultet e veta irracionale. Zate feja nuk është kejt racionale. Hazreti Aliu e ka atë shprehjen e mençur. Janë puna e mestit, puna e saj. Në fe nuk është dëgjon racionale, sepse feja i te i kalon parametrat
dhe domenin racional. Është fe shpirtnore, është element shpirtnor, është islami i ardhur prej Allahut. Allahu nuk e ka zbrit islamin sipas asaj qysh sa ti mundesh me kuptue, sepse ti sot s'mundesh nashta krejt, po e kupton gjenerata që vje. Andaj themune, edicionet e shpalljes kanë shku duke u përpunu edhe duke u perfekcionu në bazë të zhvillimeve mendore të gjeneratave të njerëzve nga Ademi a.s. e deri te pejgamberi a.s. Për te i kësaj, gjallë është hala edhe garda revolucionare. Garda revolucionare iraniane, po ja vrajten liderin, por nuk kanë mujt me ja vra shpirtin. Ismail Hanijen e vrajten, Sinvarin e vrajten, po nuk kanë mujt me vra shpirtin e rezistencës palestineze. Ne në këtë luftë tash jemi të marrë me Iranin, po Izraeli është të bo gjenocid të vazhdueshëm, masakra të vazhdueshme, krimet njerëzore, krimet të luftës është të bo për çdo ditë në Gaza, nuk është të enal heq. Une që ta këmë thonë, nuk kishin mujt hebrejt me gjetën, ndoshta me vjet, me lyp, me qiri, njeri që do të dëmton të Izraelin dhe historinë hebreje sa që ky Netanyahu. Ky Netanyahu e ka çmontue atë kultin e hebrejve se janë popull i persekutuar. Në një intervistë një ditë në BBC, një diplomat hebrej po fol kështu edhe po i thet ai gazetari, pse ju do të keni armë bërthamore dhe jo Irani. Tha se na jemi popull që e kemi përjetu holokaustin. Pra për shkak se e keni përjetu holokaustin, do të keni bombë bërthamora, se s'di shka me thanë, edhe ja kthej ai diplomati që one po e ndërprej këtë se ti bën pyetje provokative dhe u çu prej aty. Ka shku mo ajo ko, që ky Netanyahu e ka bo dhe që ky qëllimisht po do me shtije Amerikën në luftë me Iranin. Se çfarë janë llogarit, hesapet e shtëpis atje brenda, ku vlojnë këto, që për thot e deep state, çfarë roli ka aty Netanyahu nuk e di, por nga jashtë, se shka bëhet shpion s'pe di, por për e shase në pazar nuk është duke shkue puna mirë. Duke e pa këtë situatë, natyrisht, ka zbutjet fjalve. Zbutjet e fjalve, që është fjalia bosht e qësaj ligjerate, këto qësaj video, është deklarata e Hamneit, e para 2 dite, me 17 qershor, kur e lëshoi fjallën e ti, e tha fjallën e ti që për ata shka marrin vesh, kumboi dhe e dridhi botën. Edhe ju drejtue me gisht Donald Trumpit. Tha, Amerikanet do të din se çdo ndërhyrje ushtarake amerikane do të shkaktoj dëme të pariparueshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas kësaj fjale, do të shkaktoj dëme të pariparueshme, Donald Trump ja nisi me fol krejtësisht ma ndryshe. A e kuptoni se çka do me thonë dëme të pariparueshme, apo a doni me ditë se une personalisht si e kam dëgjue. Une e kam kuptue këta se Hamenei i tha shëbave se ne e posedojmë bombën bërthamore. Andaj, mos në ngusni më shumë, mos në detyroni, se ne e hedhim atë dhe hedhja e saj ma shkakton dëme të pariparueshme. Raketat balistike, të cilat janë të afta, me bajt kokën me bart, kokën bërthamore, aty ku bje, aty s'ka riparime derin ditën e kiametit. Aty lull nuk qel. Andaj, do të shkaktoj dëme të pariparueshme, ju tha tërthorazi se ne e posedojmë bombën atomike dhe i kemi raketat
adekuate për bartjen e kokave bërthamore dhe për t'i gjuajtur atje ku kemi nevojë me gjujtën në mbrojtje të Iranit. Jam masej bindën, ku guxoj me thënë unë, po besoj se Mossadi, CIA, shërbimet e tjera sekrete të këtyre dy vendeve janë të punue me ngolm 24 orë për ta vërtetuar vërtetësin e deklaratës së Hamneit, se a ka vërtet Irani kokë bërthamore. Nëse vërtetohet se Irani posedon bombën atomike, 100% ka me ndryshue natyra e luftës. Zate ka fillu 2-3 ditë të fundit. Dje dhe sot e ka djeg Tel Avivin. Damet mëdhaja ka bo. Spitalin në të cilin po shëroheshin ushtarët e plagosur në luftën në Gaza, është goditur dhe e ka qitë për i përdorimit ku me ditë sa të vram e të plagosën aty kanë dalë. Me gjithë që Irani deklaroj se ne e kemi synue qendrën e Mossadit të sigurimit shtetnor që qenë ka afër qati spitali. Por është godit spitali dhe janë godit në ndërtesat. E keni pa sigurisht në për video, pamjet të trishtushme. Dhe lagjet të tëra të qyteteve të Iranit po shndrohen njësoj si të Gazës. Kemi të bëjmë me një Iran që së ka let me bo hajgare me ta dhe me nis luft me ta. Allahu alem, a e ka, a se ka, ne po flasim këtu për atë sa shohme. Ajo që është mëse e vërtet, prej ati momenti kur Hamnei ja qoj këtë selam këti Trumpit, retorika e Trumpit dhe politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka lëviz dhe ka ndryshuar 100%. Ja nisi mund të godasim, bën vaki e vrasim, bën vaki se vrasim, këndej, do të ende besojmë se ka hapësirë për të gjetë mënyrën për ndaljen e luftës dhe kështu, ndërsa pram, tash, knej ka, pram tha Donald Trump se kam barue koha e bisedimeve me Iranin. Amo për shka e tha? 2 orë para asaj Hamnei tha nuk ulemi ma ne në bisedime me Izraelin dhe Amerikën për çështjen e luftës me Izraelin. Kena me shku deri në fund. Sepse e kanë prek në seder kombin iranian, Iranin dhe e kanë qitën në rrezik para qytetarëve të vetë, kështu e lexojnë iranianët, s'po e lexoj une. Dhe kështu në fakt është vepruar. Çka problemi përveç kësaj? Është edhe një problem tjetër tash, meq, të cilin unë po e lexoj mes rreshtave kështu. Është problemi i kufirit Irak-Iran. I kufirit Pakistan, më falni. Pakistani veç ka deklaruar botnisht se është në anën e Iranit dhe po e mbështet Iranin. Se qysh është e mbështet e ten, se nuk e di, po do t'i thëmë një 3-4 fjali. Në 3 ditët e fundit shihet një lëvizje e papar në kufirin Pakistan-Iran. Kina në mënyrë tërthorazi është duke e mbështetur dhe furnizuar Iranin me logjistik. Më thëmë e di 100%, se si më konë aty. Interesantja e rastit nuk është se Kina po e mbështet në logjistik, por Kina po lejon që edhe një shtet tjetër ta furnizoj Iranin bile duke i përdor portet e rrugët e aeroportet e Kinës. Edhe ajo është Korea Veriore. Rreziku po shkon të rriten. Këto janë fakte që po ndodhin në kufirin Pakistan-Iran. Nëse i shikon ato paradigmat, kush është i interesum, apo si me thanën këto tablogramet e NASA-s, ku i ka të përqendruar satelitat dhe veprimtaria e satelitave, shihet shumë qartë aty se Amerikanët dhe Izraelitët natyrisht në kufirin Pakistan, Iran i
kanë fokusuar dhe përqendruar të gjitha energjit e tyre për të kontrolluar se çfarë është të ndodhë. Janë duke e kontrolluar dhe përgjuar qatë kufi aty. 24 orë rresht pa janë dalë heq. Kjo asnjëherë më parë nuk ka ndodhur. Dhe, të them edhe këtë, në 3 ditët e fundit, në kufirin Pakistan Iran, Izraeli ka bombarduar rënd, edhe atë me aeroplan F-35 3 qytetet bazë që janë në atë kufi. Zahedanin e ka bombardue, Mirqavën dhe Zabullin. Pse? Për ta prish infrastrukturën rrugore të urave, atje janë qytetet çuditshme në përbjeshk, në alta kështu, e Zahedanin e kam vizitue ma shumë se njëherë, e di pozicionin e ti, ambëlsinat me lejthia, me këto spices i kanë të njohura i prodhon Zahedani për kejt Iranin, pra i ka bombardue që të 3 qytetet të Iranit në kufi me Pakistanin. Pse bash Zahedanin, a vish pëse është me Pakistanin kufi? Jo, Zahedanin me pa në hartë e kini në cep të Afganistanit, në kufi me Afganistanin, me Pakistanin edhe natyrisht është i Iranit. Përshka këtë qytet, sepse edhe Afganistani ka shenja se është duke e mbështetur Iranin në këtë luftë. Andaj thash në fillim të kësaj video se rreziku i kësaj lufte është shumë i madh. Tash, po kthehem poshtë. Prej fillimit të luftës, që edhe dita sa u bënën, e deri në këtë momente, ky Izraeli në 100% të deklaratave, kur i qetë në fotografi, i qetë e goditëm bazën ushtarake, e goditëm reaktorin bërthamor, e goditëm atë pjesë ushtarake. Rallë në i herë po qetë qëfar dëme po bëhen në qytet, po njerëzit po i inqizojnë. Po do me i thëmë botë se viktima jam unë, edhe unë po kam kujdes, bile kur doli mas bombardimit të ati spitalit vetë, tha shqyqe, tha, si po bombardohen Irani që ka po i bën spitaleve. Po ti o zotni, asë një spital në kam nuk i ke lënë në Gaza. Ti i ke vra në krevat njerëzit, ti i ke masakrue, bebët i ke vra. Nanat shtatzana i ke vra në për spitale dhe i ke rënue spitalet mbi kokat e të plagosurve dhe të smurve. Kanë vdek njerëzit me 10.000 njerëz në munges të ilaqeve prej kancerit e prej dializave prej sene, e ke bë Gazën një vend gjehennem. Shumë shërë të madhë është bo në botë. Shumë shërë dhe shumë thellë shërën e kam bjellë në lindjet e mesme, se si do të bëhet në të ardhmen, historia që ka do shkruan, besoni nuk di si ta bëj. Irani është i rrethuar tani, të kjo po kthena, të Trump, Irani është i rrethuar me baza ushtarake amerikane. Pse s'po i mshon Amerika Iranit, këto po du me shpjegue. I ka bazat amerikane në Irak, kjo Amerika, i ka bazat amerikane në Irak, pastaj i ka në vendet e Gjirit Persik, pastaj i ka edhe në ishullin Diego Garcia në Oqeanin Indian. Po pse s'po i mshon Iranit? Me gjitha ato kërcënime edhe ato ndryshime të fjallëve. Problemi është se janë të e mat Iranin mas goditjes që ja boni me ata 200 aeroplan se sa e kanë të rëndit Iranin. Me gjithë që unë jam të e pa se vazhdimisht është duke shku për pjetë, me gjithë që unë e di, besoj se nuk mundet Irani me i qëndrue Amerikës dhe Izraelit shumë gjatë. Vish në qëpse kyqet Kina, e Koreja, e Rusia, e Pakistanin luft edhe me kall botën dhe e ndalin luftën nga frika e ndaljes së botës. Sepse edhe kjo anë ka anë të mjaftueshme, bomba të mjaftueshme sa me kall krejt botën. Dhe për mos me kallën,
E asnjëni mos me dal fitus, do të me ulen në bisedime edhe me e gjetë një mënyrë si me bo. Për çka Amerika s'po e sulmon Iranin? Për shkak se po frigohet që numri i arkivolve të mbështjellur me flamurin Amerikan do të shtohet të u kthye në Amerikë dhe të u dërgu në Amerikë. Sepse bazat amerikane janë 300 kilometra larg kufirit të Iranit. Irani shumë ma let do t'i godiste këto se Izraelin ka, sepse është ma let me i prodhue raketat në 300 km se në 2000 km. Sepse ide i shef me dylbije dhe me syza sa ushtar janë aty dhe por nuk po e sulmon, nuk po lëviz Amerika për shkak të çka ka me thonë tani të Amerikan ka. A i erdhe ti me për maga, a i erdhe ti për pache në botë, a ti dham votat që ushtarët tanë mos me vdek jashtë. Qysh po heti këto? Andaj besoj une se Amerikanët janë duke e vëzhgu dhe duke e lexu prej nasës dhe prej të gjitha anëve Iranin me pa teri sa ka fuqi. Nëse ka fuqi, qysh ashtu pa, se ka fuqi me bo dëme të mdhaja, pritet ndonjë ndryshim radikal i një paqeje të mundshme, e një marrëveshje të mundshme. Nëse e shohin se nuk e ka bombën atomike, por ka qenë kërcënimi i Hamneit, mund ta godasin dhe t'ja japin asi goditje që t'ja ndalin frymën në gjoks me goditjen e parë, dhe kjo do të ishte fillimi i ndryshimit të regjimit aty dhe fillimi radikal, me disa rëja po them, radikal i politikës të gjithë përfshirëse në lindjen e mesme. Do të jetë asë ndryshimi ku më vendet arabe, Irani gjithashtu, vendet muslimane, në raport me Izraelin dhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë vetëm numra. As një pesh, as sa qënë miza në krah, ma nuk do të kenë fuqi ti rezistojnë. Për këtë arsye, une thash që përgjatë shpjegimit të kësaj, se deklarata e Hamneit e ka bërë të mendoj mirë Trumpin para se të niset sulmi ka. Kina tani ma është drejt për drejtin loj, Koreja është duke e furnizuar Iranin, Rusia i ka shpreh qëndrimet, me gjithë që Putin po flet me ato fjalët diplomatike me atë zërin e tij të qetë, por i ka thënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës mos e bë gabimin e fundit. Sepse para katastrofës, deklarate Putinit, para katastrofës përfundimtare janë vetëm, në ndajnë vetëm pak sekonda. Mos e prek Iranin, sepse konsiderohet Irani për Kinën dhe për Rusin vendi kryesor dhe më strategjik. Dhe përderisa e konsiderojmë të qëndrueshme, jo unë, pse kam thonë, po pse e kam lexuar ashtu, përderisa e konsiderojmë të qëndrueshme vizatimin e botës dhe ndarjen e saj të re në 4 pjesë me 4 perandëri, Amerika, Kina, Rusia dhe Turqia, goditja përfundimtare e Iranit do të jetë një goditje para përfundimtare edhe për Rusin dhe Kinën, dhe unë kur nuk besoj se Kina dhe Rusia janë aq të dobta sa të përmbyten nëpërmes përmbytjes së Iranit. Nëpërmes përmbytjes së Iranit, jo vetëm pse është Iran, por sepse nafta, rrugët detare, rruga e Mandafshit dhe shumë të tjera do të shkaktonin probleme serioze në Kinë dhe në Amerikë, në Kinë dhe Rusi. Bile do të çmontohej edhe ajo perandoria në ardhje e 4-ta Turqia, sepse Turqia s'do mend dhe pa pikë dyshime do ta ketë Izraelin në kufi dhe do ta ketë një kundërshtar që ore qast mund të filloj lufta midis Turqisë dhe Izraelit. Deri në një shpjegim të radhës, mirëmbëjtje.